Debati për fatin e Belinda Ballukut ka përshkallëzuar tensionet politike në Shqipëri, teksa opozita akuzon kryeministrin Edi Rama për ofrimin e një buroje politike që pengon procesin e drejtësisë. 5 anëtarët e opozitës në Këshillin e Mandateve kërkuan me insistencë që mbledhja të zhvillohet me urgjencë për të parandaluar çdo mundësi që Balluku të prish provat apo të ushtrojë ndikim mbi dëshmitarët. Si antar të Këshillit të Mandateve, përfaqësues të opozitës, kemi kërkuar dhe kërkojmë me forcë mbledhje një ore më parë të Këshillit Mandateve për të miratuar kërkesën e prokurorisë. Bashkëndajmë shqetësimin që prokurorët e posaçëm informuan dje në Kuvend se çdo ditë në liri e Belinda Ballukut nënkupton cënim të hetimeve, prishje të provave dhe intimidim të dëshmitarëve. Në fillim të javës të mbledhjes së Këshillit Mandateve për të dëgjuar kërkesën e prokurorisë, për të dëgjuar argumentat apo mbrojtjen që ka për të bërë e pandehura Balluku dhe për të marrë vendimin për t'i rekomanduar seancës plenare dhënien e autorizimit për arrestimin apo heqjen e lirisë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Gazmet Bardhi, kreu i grupit parlamentar, bëri publik se kërkesa e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres nuk lidhet vetëm me tenderin e tunelit Llogaras, një nga lotet e Unazës së Madhe, por përfshin edhe 9 procedura të tjera, duke e çuar vlerën totale të parave të dyshuara të përfshira në 1.1 miliard euro. Për tenderin e tunelit Llogaras, e ka person nën hetim për një nga lotet e Unazës Tiranës, ndërkohë që në kërkesën e sjellën Kuvend sqaron se e kanë nën hetim edhe për 9 procedura të tjera, ku përfshihen 6 procedurat për lotet e Unazës Tiranës, koncesioni i rrugës Thuman Kashar dhe 2 procedura prokurimi për mirëmbajtje rrugësh. Dashur shqiptar, nuk bëhet fjalë për procedura mira euro. Totali të 11 procedurave prokurimit korruptive për cilën akuzohet qeveria e Edi Ramës ka vlerën e mbi 1 miliard euro. Kryeministrin Edi Rama e akuzoi si bashkëpunëtorin më të ngushtë të Belinda Ballukut në shumicën e 11 aferave me procedurat e prokurimit. Ti bëj thirrje Edi Ramës të heqë dorë nga pengimi që po tenton t'i bëj drejtësisë, të heqë dorë nga tentativa e tij për të marrë peng drejtësinë, të heqë dorë nga avokatia ndaj të korruptuarës Belinda Balluku, të heqë dorë nga çdo manovër për të sulmuar drejtësinë me shpresën se do të shpëtojë prej saj. Faktet tashmë ndodhen jo në një dosje, por në disa dosje. Fatin e tij në raport me përgjegjësinë përpara ligjit e ka përcaktuar vetë. Askush nuk i ka thënë të bëj korrupsion, askush nuk i ka thënë të shpërblej krimin organizuar me tendera dhe koncesione, askush nuk i ka thënë ndaj parat me bizneset e pista, ka qenë zgjedhja e tij. Opozita gjithashtu vlerëson punën e treshës së prokurorëve të SPAK-ut Klodian Braho, Dritan Prençi dhe Dorina Bejko, të cilat dhanë mundësinë që deputetët e njihen me materialet hetimore, duke theksuar rëndësinë e transparencës dhe përparësisë të së drejtës për drejtësi mbi interesat politike.